لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falendrimi qoftë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet tona dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, mirësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala ndaj robëve të tij janë të shumta dhe të panumërta. Siç thot Allahu Jalla wa Ala në Kur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Thot edhe nëse përpiqni ti numërani të mirat që Zoti u dha juve, s'do keni mundësi ti numërani ato dhe ti përkufizoni ato në numër. Dhe ndër mirësitë më madhore që Allahu subhanahu wa ta'ala na e dha neve është mirësia e udhëzimit, pra mirësia e imanit, mirësia e kësaj feje madhështore me të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala në nderoj, dhe mirësia apo begatia e pasimit dhe ndjekjes së të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim ai i cili mediton, kjo është mirësia, nimeti dhe begatia më e madhe dhe njëherët dhe më e rëndësishmja për njeriu në këtë tokë. Dhe me këtë mirësi nuk krahasohet asgjë. Pra nuk ka mirësi që mundet me dalë përpara kësaj mirësie dhe kësaj begatie të Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili na ka udhëzuar në rrugën e tij dhe na ka udhëzuar në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, Belillahu yamunnu alejkum an hadakum lil Islam. Thot ai i cili meriton falenderimin për jush, është ai i cili ju udhëzoi juve në Islam, ju udhëzoi juve në iman dhe ju udhëzoi juve në rrugën e drejtë, pra Allahu subhanahu wa ta'ala. Muslimani, vëllezër të nderuar, duhet të kushtojë rëndësi të madhe kësaj mirësie dhe kësaj begatie, dhe të ruan atë dhe të kujdeset për të, nga se është e çmuar në zemrën e tij dhe shpirtin e tij. Dhe ai duhet të kujdeset dhe të largohet nga çdo gjë që e shkatërron këtë. Ja prish atë dhe ja dëmton këtë mirësi, nga se shkatërimi dhe asgjësimi kësaj mirësie e bën njeriu, vëllezër të nderuar, që ai të ketë pasoja të mëdha në këtë botë, dhe pastaj pasoja të rënda të presin edhe në botën tjetër. Siç thot Allahu Jalla wa Ala, wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Dhe kushdo që e mohon imanin e tij dhe e prish imanin e tij, atëherë atina ju janë asgjësuar veprat e tij. E gjërat të cilat munden me rreziku këtë mirësi, pra ato elementet që munden me shkatru dhe me asgjësu, janë prej fjalëve, janë prej vepra dhe janë prej besimeve apo bindjeve apo besitnive të ndryshme që i besojnë shumë njerëz e kështu me radhë. Prandaj, vëllezër të nderuar, një prej atyre që e shkatërron këtë mirësi dhe këtë dhunti, e që për fat të keq edhe kjo është një dukuri shumë e përhapur, e që për fat të keq nganjëherë ndëgjojnë këtë edhe nga ata të cilët vinë në xhami, edhe nga ata të cilët morin abdes, e që është tallja me dinin Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra,
Tallja me Allahun, tallja me fenë Allahut, tallja me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tallja me Kur'anin, tallja me dispozitat e Allahut, tallja me ligjet e Allahut, tallja me xhamitë e Allahut, tallja me hoxhallar, dietar, tallja me besimtar të kështu me radhë. Prandaj kjo është e rrezikshme. Kjo ja cënon imanin besimtarit. Kjo ja shkatërron imanin besimtarit, vëllezër të nderuar. Imani është ai që ai motori që ty duhet me të shti me madhru Allahun xhelalu ala. Po të shtyn dhe të nxit me madhru Allahun xhelalu ala. Nga se thot Allahu xhelalu ala në Kur'an: "Wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub." Dhe kushdo që i madhron simbolet dhe dispozitat e Allahut, pa dyshim se ajo zemër është prej zemrave të devotshmeve. Pra imani duhet me të nxit, e duhet me të shtynë në madhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa Allah na ruajt ai i cili tallet me Allahun ose tallet me fenë Allahu xhelalu ala, atëherë jep me kuptu se imani i tij është zbe, dhe është hiq prej zemrës së tij, nga se e ka marr Allahun xhelalu ala, atë që është dashur me madhru, e ka marr pejgamberin alayhis salam, atë që është dashur me respektu dhe me ju bin, e ka marr për të sakt tallje Allahu azza wa jalla na rujt. Prandaj vëllezër të nderuar, nëse dikush tallet me Allahun azza wa jalla, ose tallet me ajetet e Allahut, ose me Kur'anin, ose me namazin, ose me fenë kështu me radhë, Allahu na rujt ja zgjesohet imani i tij. Pra i prishet imani i tij. Njashtu sikur se ata anuluset e abdesit që prishin abdesin dhe nuk ban me hi namaz pa abdes, njashtu i ka ndodhur këtij të miri, njashtu i ka ndodhur këtij miskinë dhe këtij të gjori. Prandaj vëllezër të nderuar, Allahu na ruaj nga asgjësimi dhe prishja e imanit. Dhe gjithashtu, pra ai i cili tallet me dinin Allahut subhanahu wa taala dhe tallet me fenë Allahut subhanahu wa taala, ai e ka hiq unazën dhe qaforën e islamit për qafës e ti. Dhe ai Allahu na ruaj ka dal për dinit Allahut azza wa jall. Dhe ai deri në këtë moment ka qenë musliman, tash emrin e ka marrë qafir, e ka marrë emrin pa besimtar, dhe te Allahu subhanahu wa taala i shkojnë të gjitha veprat huq. Përveç nëse pendohet dhe kthehet te Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, duke treguar për atë i cili Allahu na ruajt e shkatran dhe e rënën imanin e tij, duke u tallur me fenë Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu: "Innahu man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama." Thot me të vërtetë ai i cili i bën shirk Allahut, pra tallet me dinin e Allahut azza wa jall, thot është sikur se me ra prej qiellit, pra sikur se me gjuh prej qiellit, pra kjo është gjendja e tij, kjo është mjerimi i tij. Dhe kjo është aja situata dhe gjendja ti që e pretë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj besimtari duhet të jetë i kujdesshëm, nga se një fjalë mund të jetë e shprehën nga gjuha e tij, mirë po e rrezikshme për imanin e tij. Ndëgjoj çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Innal abda la yatakallamu bil kalimati." Thot ndosë që robi ta flet një fjalë, la yara biha ba'sa, thot nuk e peshon çfarë tha. Pra nuk e peshon çfarë tha. Në transmetim ka ardhur min sehatillah, aja fjalë thot e zemran Allahun xhelalu ala. Pra ka fol fjalën e kufrit, e ka fol fjalën që ka bë tallje me Allahun, ose me pejgamberin, ose me Kur'anin, ose me fenë kështu me radhë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yahdi biha fi an-nar jahannam." Thot hedhet me atë fjalë thot në zjarrin e xhenemit 70 vjet të poshtë. Pra 70 vjet të poshtë sharron xhenem për shkak asaj fjale që ka fol. Dhe përveç kësaj vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala na tregon Kur'an se tallja me Allahun, fenë dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është cilësi e munafikave, është cilësi e hipokritëve, është cilësi e dyftyrshave. Thot Allahu xhelalu ala: "Wa idha lakul ladhina amanu qalu amanna." Thot kur I kanë taku besimtarët, pra hipokritët, kanë thonë edhe ne jemi besimtar, po ne jena me juve.
wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum. Ndërsa kur janë veçu me djajt e tyre, Allah po i çon djajt, shejtanët e tyre, thot grupin e tyre, thot ju kanë thonë atyre ne jemi me juve. Innama nahnu mustahzi'un, ne vetëm jemi tallur me besimtarët. Thot Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dhe Allahu tallet me ta, pra sillojnë dëshkimin ndaj tyre dhe i lën atë kryenetësinë e tyre të vërbuar dhe të qarruar. Pra cilësi e munafikave Allahu na rujt me u tall me diçka pe dinit Allahut azza wa jall. A për munafikat thot Allahu innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Munafikat do jenë në shtresën më të ulët të zjarrit të xhenemit. Ndërsa thot Imam Begavi në komentin e këtij ajeti, do i fut Allahu munafikat, hipokritat, dyftyshat në disa tabuta prej hekuri dhe pastaj do i gjunë në zjarrin e xhenemit dhe ato do jenë përgjithmonë në zjarrin e xhenemit. Allahu na ruajt. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, Allah azza wa jalla ka paralajmëruar që as mos i marrën për miq dhe për shok dhe për jarona ata të cilët tallen me dinin e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinahum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya." Thot Allahu ju që besuat, mos i merrni për miq, për dashamira ata të cilët e kanë marrë fejnë e tyre për lojë dhe hajgare, qofshin përjetarëve të librit ose pa besimtarëve tjerë. Wa idha nadaytum ila salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Dhe kur i thirrni ata me fal namazin, dhe ata marrin për tallje dhe hajgare, dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kjo nga sa ata dhe nuk kanë mend fare, pra nuk logjikojnë se për ku jetu i thirr. Jetu i thirr për të Allahu subhanahu wa taala, ndërsa ja kanë kthy shpinën Allahut, nuk duhen me ni për namaz, nuk duhen me ni për xhami, nuk duhen me ni për fenë Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala na ka ndaluar dhe na ka paralajmëruar që as nuk ban me ul me ata të cilët tallen me dinin e Allahut. Thot Allahu në ajetin 140 e surës An-Nisa, thot wa qad nazzala alaykum fil kitab, thot ju është zbrit juve në libër, pra në Kur'an, eni dha semi'tum ayatillah, që kur ti ndëgjani ajetet e Allahut, yukfaru biha au yustahza'u biha, në ato bëhet kufër ose bëhet tallje me tu, thot Allah: "Fala taq'udu ma'hum", mos rrini ato, mos u ul me ata hatta yakhudu fi hadithin ghayri, derisa të ndrojnë bisedën ose derisa të quhen. Nëse ata nuk e ndrojnë bisedën, edhe nëse ata nuk nolën, ti e ki obligim u qu dhe me ik, nga së është frikë zemrimi Allah dhe shafiti Allah me nëzon atë vend. Pra Allah zë gjellë në ndalën që mos me qëndru ato ku tallet me Allah. Pra mos me qëndru në vende ku bëhet hajgale me fejnë Allah Gjellewala. Dhe thëtë Allah zë gjellë Kuran, dhe ndëgja Allah Gjellewala se shfarë thëtë kita jetë. Thëtë inë ledhina e gjërëmun, kanu minë ledhina amenu jadhakun. Thëtë me të vërtet ata që ishin kriminal, i përqeshnin besimtarët. Allah zë gjellë me këta jetë kuranur, pa i qunë kriminal ata të cilët talën me dinin Allah, bëjnë hajgare me fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj në dëgjën një ngjarje që ka ndodhur në kohën e pejgamberit a.s. Kur pejgamberi a.s. i lajmëron sahabët në Medinë se duhet mu nis për në luftën e Tebukut. Atëherë gjatë udhëtimit, pra kanë qenë të shku me luftun rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe gjatë rrugtimit, nalën i vend me bo kamp dhe me pushue. Atëherë njëri prej këtyre muslimanëve thot: nuk kemi pa ma laskuca, bark mëdhej, se sa Muhamedi dhe shokët e tij. Ma frigaca o kanë luft, se sa Muhamedi dhe shokët e tij. Atëherë një sahabi tjetër ka posë emrin Auf ibn Malik. Thët këtë dhepte, thët je duke gënyer. Ti e munafik. Edhe shkën kjo Auf ibn Malik me i tërgu pejgamberit a.s. që ka thonë kjo? Dhe kur shkën kjo të pejgamberi a.s. atëherë vëllezër të nderuar shpallja, Gjibrili a.s. prej Allahut kishte shku para tyre. Edhe nisët ky që kishte bë tallje dhe hajgare. Dhe pastaj transmeton Ibn Omeri radiallahu anhu ma thët:
dhe e kum po qitë personin se si e kapte kërpeshin e deve se pejgamberi alayhis salam, ndërsa këmbët e tina do më të ngrej gur zhak pe asoj që oj dërgu Allahut. Wallahi veç sa me shkurtu udhën, kum boj kur sa me shkurtu udhën, do më mos më na udok rruga e gjatë, s'kam poza qëllim dhe këtë qëllim. E pejgamberi alayhis salam duke u larguar ja lexon të ajetin 65-66 surës Tauba që dhe zbret Xhibrili me këto ajete, qul e billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastehziun. Thuaj, a me Allahun, ajetet e tij, pejgamberin e tij po bani tallje? Çka të ka thënë ty? Qad kafartum ba'da imanikum. Kini bo kufër, e kini shkatru imanin tuaj pasi që ishit besimtar. Kjo hajgare, këto 2-3 fjalë, ja kanë humbi imanin. Bile çka është interesant kënë gjorin, jo pe atyne që ka qenë që ka përfshi këto ajete, është se njën nuk ka fol, po vetëm ka kesh me këta. Do ma ka kesh, ka qesh me këta, edhe kë e ka marrë njëjtën dispozit. Prandaj nuk bas mu qesh ato ku talët me dinin Allahu xhelalu ala. E lusë Allahun azza wa jall se mu dhe juve, Allah azza wa jall na ban nga ata që e madhrojnë Allahun si duhet në zemrat e tyre. E madhrojnë fejnë Allahut, e madhrojnë pejgamberin alayhis salam dhe respektojnë atë dhe i madhrojnë dispozitat e Allahut xhelalu ala. E lusë Allahun azza wa jall se mu dhe juve Allah na ruan nga tallja me fejnë Allahut subhanahu wa taala, apo nga të rrugë dhe nga të fjallë dhe vepra të cilat në quajnë domosdoshmë talljen e Allahut xhelalu ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Elhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, tallja me Allahun apo fejnë Allahut azza wa jall ka forma të ndryshme. Pra dikush tallet me Allahun xhelalu ala, dikush tallet me fejnë Allahut, dikush tallet me Kur'anin, dikush tallet me dispozitat e Allahut azza wa jall, dikush tallet me sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, dikush tallet me dietarët dhe hoxhallarët, dikush tallet me xhamin, dikush tallet me veshjen e besimtarëve, ose me veshjen e motrave muslimane, tallet me nikabin, tallet me hijabin, tallet me mjekrën, tallet me pantollat e shkurt, tallet me misfakun, tallet me gjërat e cilat Allahu xhelalu ala i ka lehtësue. Prandaj kujdes të madh vëllezër të nderuar. Kujdes, ndoshta i ke arrit 40 vjet, 50 vjet, ke agjerue 3-40 Ramazana, ke je kon haxh, ke shku numre, ke dhënë sadaka, gjitha këto pasha Allahun e madh nëse tallesh diçka me dinin Allahut azza wa jall. Gjitha këto shlyen, humbin, shkatrohen, edhe Allahu na ruaj del pa kur fash sevapi, pa kur fash problemi kur dilsh për Allahut subhanahu wa taala. Kur është në pyetje feja, i jake o jake, ke kujdes dhe shumë kujdes me tall me dinin Allahut azza wa jall. Tallu me çështjet e dynjos e tjera. Ama mos e merr Allahun azza wa jall për vend tallje, mos e merr dispozitat e Allahut, wala tattakhidhu, mos i merrni thot Allah azza wa jall dispozitat e Allahut për tallje, simbolet e Allahut për tallje. Sa njerëz sot Allahu na ruaj të fol keq për mjekrën. O vlloj dosh mos i ma mirë ruje mjekrën çdo ditë. Po hiç kur mos e lsha. Mirë po mos u tall me mjekrën, sa nëse i fol 5 vakte dhe namaz natë xhiron afile tonë tajte, nuk të ban dobi te Allahu xhelalu ala. Nuk ban me përqish mjekrën. Nëse dikush e ka lshuar, e ka shkurtuar rrobën e tij mbi zogën e kamës duke ju përgjigj pejgamberit alayhis salam, mos i përqesh ta besimtar. Ajo të praktikun një sunet me cilin kërkon shpërblim tek Allahu. Tek e fundit shaj e krejt zak për tukes, po mos e kesh, mos e përqesh, mos i bat të tjerët më përqesh, për arsye se ti e hasir, ti e humps. Prandaj vëllezër të nderuar, feja Allahut azza wa jall ka rregulla, ka dispozita, dhe pa tjetër që ato duhet më praktiku. Ashtu që shen në islam me fjallën la ilaha illallah, me një fjallë, pasha Allahun e madh edhe me një fjallë mund është me dalë. Wa laqad qalu kalimat al-kufri wa kharaju min al-islam, thot Allahu, ata kanë fol fjallën e kufrit dhe kanë dalë për islamit, kanë dalë për dinit Allahut azza wa jall. Wallahi s'ka mënyrë më të madhe se sa me dalë për dinit Allahut. Ndërsa çfarë thot Isa alayhis salam, dhe me këtë e përmbyllëm,
ja beni Israil, thot o beni Israil, la tushriku billah, mos I bani shirk Allahut. Fa inna Allaha harrama alayhi al-janna, nga se Allahu azza wa jalla ja ka bo haram xhenetin atij që I bashkë të kufër Allahut, wa mawahu an-nar, dhe vendi I tij është zjarri I xhenemit, wa bi'sal masir, dhe sa vendi shëmtuar që është ai. Prandaj lutem Allahun azza wa jalla që mu dhe ju Allah na ruan nga kufri, nga shirku, nga tallja me Allahun xhelalu ala dhe me fenë e tij. Lutem Allahun azza wa jalla që Allah na shton udhëzimin, na shton madhrimin e dispozitat e Allahut subhanahu wa taala. Lutem Allahun azza wa jalla që Allah na ruan nga çdo fjalë dhe vepër që çon zemrimin dhe hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Lutem Allahun azza wa jalla që rahmeti Allah dhe mëshira Allahut azza wa jalla të jetë mbi neve dhe familjet tona dhe vllatë tonë. Lutem Allahun azza wa jalla që mos dalum nga ky mesxhit dhe kjo xhami vetëm se më të mirë se sa që kemi hyrë. Dhe lutem Allahun azza wa jalla që me laçet të cilat e prezantojnë ditën e xhumat dhe I mbyllën në regjistrat për me ndëgju hutben, e lutem Allahun azza wa jalla që të na thojnë, siç paralajmëroi pejgamberi sa ngritunit të falur dhe të mëshiruar. Allah azza wa jalla u shpërblet me të mirat e xhennetit. Allahu I ndihmon muslimanët kudo që janë, veçanërisht ata që janë në Gaza dhe Liban. Allah azza wa jalla u shpërblet me të mira. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.